Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për aktualitetin politik në mbyllje të kësaj jave me avokatin e njohur Zaçi Istami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe unë faleminderit për ftesën. Avokat, kemi folur shumë për politik, shumë për aktualitet, ngjarje kriminale, por duket se është një minë mesahat edhe mjedisi. Në Vjoz ka shpërthyer nafta, është përmbytur lumi, ka ngordhur gjallësat. Ku kemi çaluar, ku është problemi? Institucionet, denoncimi me vonesë? Është mungesa e shtetit, të mos funksionimi i shtetit, të vdekja e shtetit, vdekja klinike e shtetit shqiptar. Është shtet i narkotizuar komplet. Shqipëria narkotike, nuk ka më Shqipëri të pasur. Keni parë të bëjnë një operacion policia për të zbuluar ato hashashe Tamir Bear, që është momenti kulmit që ata punojnë full. Kanë ardhur italianët, a kemi lënë dorë atyre? I kemi varur ujkut mëlqit në qafë. Shumë mirë kemi bërë. Ja, ky është shteti shqiptar, kjo është qeveria shqiptare. Prandaj bërtase dhe ankohem dhe ulurasum. Po unë jam vetëm, unë s'kam njeri tjetër. Shqiptarët kanë vdekur, janë tamam të narkotizuar, janë anestezi të plot, nuk lëviz asnjë, thua se është diçka normale. Jepet alarmi që ka rënë naftë në Vjoz, nga ra nafta mor zotëri. Se burime nafte që nga Greqia deri te Belen s'ka. Atë ku eri kjo naftë, kush e hodhi? Po flitet në Gorisht, në Selenic. Po a i thoshe në Tepelen? Ka ardhur rrjedha? Nuk e di. Po nuk shumë për tjetër rrjedha. Sipas mediave, kjo ishte linja. Pra, në Gorisht e Selenicës, ku llumi naftës ka helmuar Vjosën. Pra, atë në Gorisht që është burim nafte, ka njerëz, ka pushtet, ka roje, ka naftëtar, ka qeveri, kanë deputet e diramën ata, kanë deputet atë njëri tërësisht të mbaruar, që po talët me shqiptarët. Jo, zotë, Shqipëria ka vdekur dhe shqiptarët duhet të njëri në këmë ta përmbysin këtë qeveri. Nuk ka më me lutjeri me vota dhe me më thashe ne shikojmë se si bëjnë votat. Dhe kushtoj që thot që kjo qeveri duhet i ki me vota dhe me zgjedhje, është e pa mundër, është utopi, nuk zgjidhet, nuk bëhet. Dhe faktet këtë të regojnë ditë për ditë. Urdo, kush do më përgjigjet për këtë? Kush do përgjigjet për atë naftë që është derdhur në Vjoz? Kush do përgjigjet? Kush do shkojnë në burg, që duhet shkojnë disa veta në burg? Që nga SPZ-ja, specialisti i policisë zonës, që nga naftëtarët që punojnë atje, që nga kryetari i komunës, i njësisë bashkiake, që nga kryetari i bashkisë Vlorë, që nga ministri i mjedisit dhe ambientit, që nga ministri i industrisë, deri që kryeministri i paqëni kryeministër. Lumi i vetëm që mbeti i egër në Europë, sa u fut në UNESCO dhe përfundon në këtë mënyrë pra. Po se agenturat e tuhuajt do punojnë, agenturat greke dhe sërbe do punojnë, pa diskutim, se ka njështë e tyre të që flënë. I kanë vënë në gjumë dhe u ka thënë rri se u regullojmë ne turizmin juve. Nga një mirë kanë mërë. Po ta themun, se ky charlatan, kryeministër thot, do e bashkëdon ekonominë shqiptare të turizmi. Cili turizm, more? Turizm do hash. Do hash turizm apo do hash peshkun, do hash domaten, do hash specin, patrizanin, ku do punoj? Ku do mbjellin? Jo, mor, jo, është tradhtuar Shqipëria, është lënë në mëshirë të masonëve që ta shkatërrojnë. E filluan me vaksinat, e filluan në 46 me shpronësimin e shqiptarëve, e vazhduan me shpronësimin deri në fund, deri në 90-ën. Në 90-ën i shpronësuan duke bërë ligje të reja dhe ligje mafiozësh, hajdutësh, gangsterësh, 7501-shin, dhe vazhdojnë tani me prishjen e ambientit, me shkatrimin e gjithçkaje. Është vendim i kabalës dhe i masonëve që të shkatërrohet shteti shqiptar dhe ekonomia shqiptare. Populli shqiptar kanë vendosur ta zhdukin dhe po e realizojnë. Deri tani kanë mbetur apo s'kanë mbetur 700.000 shqiptarë në Shqipëri. Shkojmë pak më tej në Vlorë plerat që digjen. S'më vjen keq fare u bëjnë mirë lënjatëve.
Plënjëtët kanë kryeministrin deputet Jorla, miru abën që u me rrujt, miru abën që u djek plera atje. Ore, s'luta kundër turizmi tani mo, funksionon 100% agentura greke këtu për të destabilizuar turizmin shqiptar. 100%, plus këtyre gangsterëve tanë në për lokale, në për restorante që një pjatë tas kebab në vitëftot të pelen 6.000 lekë çfarë bëhet kështu ore. 6 euro një tas kebab. Pra janë vetë shqiptarë që po ja bëjnë ngropën Shqipërisë. Ne e shohim ditë për ditë. Unë e shohim po s'kam ç'bëj, se luftoj dot, se janë vetëm, s'kam njëri tjetër. Megjithatë, avokat do na rregulloj çik imazhin Sazani, tani që ishte edhe vajza e Trumpit, që ka nisur investimi, qeveria ka hapur një kompani që do jetë aksionere me dhëndrin e Trumpit në Sazan, dhe duket sikur gjërat mund të përvisohen ande nga jugu, imazhi. Jo më larg se dje kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare e denoncoi dhe tha se është e pavërtetë, është mashtrim. Dhe këta tani një palë mashtron. O mashtrojnë njerëzit e Trumpit në Shqipëri dhe duan të na vënë në gjumë, thonë se s'ka gjë, ose mashtrojnë qeveria jonë. Ta gjejmë kush mashtron, ne duam të dimë çfarë po bëhet me Sazanin. Ka burr që të dalë të thotë çfarë po bëhet me Sazanin dhe të dalë. Po, ajo që dim deri tani është që lekët janë të arabëve, investimin do ta bëjë dhëndri Trumpit, edhe përfituesi do të jenë shqiptarët. Zotri, dje kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare tha që dhëndri Trumpit s'ka asnjë çerek leku dhe babai i tij është burgosur në Amerikë për hajdutllëqe për vjedhje. Pra është një familje e kriminalizuar, si thuash, një familje hajdutësh. Atëre ku e gjetën këta ato që sollën këtu? Megjithatë, avokat, ai është tani dhëndri Trumpit. Edhe jo po zagari Trumpit. Se thua ti? Apo tualeti Trumpit? I linë vetë apo sinimo, që janë këto i thonë. Më duhet mua se dhëndri Trumpit 4 vjetë se do iki të vejnë punë tia. Se dhe doj se vënë më. Atëre netër në alën gjenazen në dere duke a dhenë pjesën pikën më strategjike për të mbrojtjen kombëtare shqiptare i alën një hajduti amerikan. Po pse më për këtë duam Amerikën ta sjell hajdutët? Jo, zotëri, jo. Po jo, avokat, sepse nëse ai do të investojë, ne sigurojmë dhe mbrojtjen aty, sepse gjitha investimi që është mes Jonit dhe Sazanit, edhe mbrojtja amerikane. Atë mos e thuaj më se nuk është ashtu. Ata nuk investojnë që të armatosin Sazanit mos kaloj miza edhe as një peshk mos kaloj në Otranto. Po ata hapin resorte që të vjedhin, të grabisin pasurinë tonë. Po nëse është biznes amerikan, edhe amerikanët do angazhohen që Amerika po nuk të mori 10, nuk të jep 1 cent, po nuk mori $10. Amerika s'të fal gjë, zotëri. Dhe kanë mirë, edhe bravo qoftë lumt. Ne jemi të vdekur të pamuluar, japin gjithçka pa një çerek leku. Vetëm për të pasuruar atë Mirela Kumbaron, Edi Ramën, të lufuninë e bishave të kuqe në pushtet të Shqipëri. Pra, jo avokat thoni që më mirë t'ishte investuar ishte për një bazë ushtarake se sa të kthehej në biznes Sazan. Por zotri, ajo është pasuri kombëtare shqiptare, është pika më strategjike e shtetit shqiptar. S'ka punë bizneset e huaja aty. Ajo është tokë shqiptare. Duan të ndërtojnë dhe ndërtojnë ku të kenë qejf, të vjen se ka Italia plot, Greqia plot, me 1.000 ishuj ka Greqia. Jo, është objektivi që të shkatërrohet Shqipëria dhe shteti shqiptar, të varroset për gjithmonë populli shqiptar. Ndaj u them shqiptarëve, ngrehuni, ngrifshi për vendin, ngrehuni se po na han të gjallë. Grekët janë bërë xheloz më duket. Sepse thonë ishullin që vallam në shqiptarëve, tani shqiptarët ja dhanë Trumpit. Na e dhanë ata, që do me kjo? Që na dhanë ata? Kështu thonë ata? Jo, zotri. Ora, ata thonë që s'ka Shqipëri, që në shkumbin e poshtës vori e pirë. Le të thonë ata, po që jep Edi Rama? Që jep Sali Berisha, që Sali Berisha u dha detin? Më i korruptuari, më kriminali, më anti-shqiptari, Sali Berisha. Është më i egër dhe më i lik se sa Edi Rama është Sali Berisha në shqetjen e trojeve shqiptare. Është më i egër, është më i rrezikshëm. Atëherë janë futur në garë, kush është më i jetshëm? Po, kush i shërbej sa më mirë padronit. Por mund dikoj tek turizmi në raport me Greqinë, gjithë këto investime pra thithja e turistëve këtej dhe ajo që thatë ju pak më larg që mund të jetë.
Tani shpiku i turizmit, ke parë shumë turizm si që kishte vjetë e parë vjetë? Ke parë turista? Jo. Nuk ka. Nuk vinë më. Se shikoj se s'po bëhet. Dhe pengese, plus jo, turistët më shumë i thirë Greqia me çmime çka. Ore, Greqia ka çmime 30% të çmimeve jo shqiptare. 30%. Atëre, budollasha të vinë Shqipëri të argjoj lese kokës kur shkon në Greqi, edhe shërbimin e ka shërbim, edhe ambientin e ka ambient, edhe me çmime më të lira. A i pa të ujrat e zeza që të reshin në Vlorë? A mund të shkosh të bësh plazh në Vlorë në mes spekaleve? Pra këtë vit s'kemi gjë me turizmin. Jo, ne s'kemi gjë me pushtetin, me qeverin. Avokat, për të kaluar të çështje të tjera, Flamunoka ishte në SPAK, po ashtu edhe deputeti zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja. Njëri tha për të kallëzuar, tjetri për të sqaruar, duket se SPAK-u po merret me këta të opozitës. SPAK-u, zotri, ka kohë që thuhet do arrestohet Belinda Balluku, që është kriminalja kryesore dhe ai do t'ja më madhe në Shqipëri dhe ajo bën kashillok dhe thot më shikoni numrin e këpucëve. Pra me atë duhet merret SPAK-u. SPAK-u duhet të merret me Mirena Kumbaro. SPAK-u duhet të merret me ministrin e mjedisit dhe të industrisë dhe të naftës, që janë ata që devet nafta në lumin e Vjosës. Me atë duhet merret SPAK-u, por nuk merret se SPAK-u ja ka. SPAK-u është i Edi Ramës dhe por nuk dha urdhër Edi Rama, SPAK-u nuk lëviz asnjë qime. Dhe të thotë kush të dojë që s'është i Edi Ramës. Është katërcifërisht vërtetohet dhe provohet dita ditës që SPAK-un e drejton Edi Rama, zotëri. Kjo do të thotë që lëvizja do jetë komanduara dhe në vazhdim nëse do ketë. Që të gjitha, nuk do ketë fare, ja po të them unë. Më thuaj çfarë lëvizje ka bërë qeveria shqiptare për naftën që është derdhur në Vlorë, në Vjosë, më thuaj. Ka ndonjë lëvizje? Megjithatë, ju avokat keni thënë që SPAK-u është i amerikanëve. Tani e komandon Rama apo është i amerikanëve? Kam thënë kështu. Ta përsëris në ligjërat të drejtë. SPAK-un e paguajnë amerikanët. Byron kombëtare të jetimit e paguajnë amerikanët. Por çfarë ndodh? Pas ka dy Amerika. Një Amerikë që komandon Edi Rama dhe bën tallet me shqiptarët, që janë masonët, Illuminati dhe Kabala, dhe një Amerikë që shteti amerikan dhe pushteti amerikan që me sa duket se pyet ka njeri. Dy gjëra janë. E keni fjalën për Deep State-in? Urdhro, pse nuk bën gjallë? Ku janë? Ore gjërat janë konkrete. Unë nuk flas me teorira edhe me fjalimin e parlamentit. Ata janë bërë konkret, avokat, se pak ditë më parë Trumpi firmosi zgjatjen e urdhit të emergjencës edhe 1 vit për Ballkanin, që do thotë mund të ketë grada. O zotri, që më hynë mua në punë urdhri e non gradave që e pa edhe i emergjencës? Mua më duhet që po bëhet me kriminele që qeverisin shtetin shqiptar, politikës shqiptare. Mua më duhet me tradhtarët e kombit shqiptar që e kanë shkatëruar komplet mjedisin dhe turizmin dhe ekonominë. Mua me këta më duhet. Në qoftë se kanë Amerikanë mbajnë në pushtet edhe mbajnë marrëdhënie të mira, me këta sharlatan, me këta gangsterë që po kemi ne në pushtet, atëherë pse më duhet ajo Amerikë? Pse më duhet? Po Amerika çfarë bën tani, vetëm na bëj shtetin e 51, na marr ajo ose. E presim këtë dhe s'po e bëjnë. Ndryshe nuk bën Shqipëria. Gjithsesi, kryeministri po lobon 2027-ën samiti NATO-s në Tiranë, që mund vinë dhe Trumpi vetë, që do ishte super. Po pse do ishte super? Po për imazhin për Shqipërinë. Për cilin imazh? Që të rregulloj imazhin e Ramës, Ramën narkomanit? Po flasim për Shqipërinë. Jo, Shqipëria nuk është ajo që mendon ti. Shqipëria është Shqipëria e narkotikut, e narkotikëve, e drogës, e krimit, e vrasjeve. Ditë për ditë bëjnë vrasje, ditë për ditë bëjnë krime, ditë për ditë kape njerëz me drogë. Edhe avokat, po, në çdo vend ka vrasje. Ka krim, ka drogë. Jo, në çdo vend, jo. Atë mos e thuaj. Jo, zotëri, jo, pse përgjithësoni kështu? Ku e gjet atë drejtë thua në çdo vend? Po krimi nuk e shpikëm ne. Por ama ne nuk e dënoj. Okej, këtu keni drejt. Po amerikanët thonë SPAK-un ma bëm, tani çfarë do bëjmë? Dhe që kërkojnë llogari SPAK-ut, që thonë SPAK-ut kemi krijuar në zotëri, të paguajmë neve,
të kemi instruktuar neve, ke hedhur firmën tek neve, pse nuk e bë detyrën? Jo, janë tallë me neve, dhe Spaku dhe Amerikanët të tërë. U tallë kanë me neve dhe ne s'dim gjë, dhe unë si Tellat Trifoni gjithnjë kam thënë, nuk do një zgjedhje, nuk do bëjnë zgjedhje, kam thënë zgjedhjet nuk bëhen. Nuk do një zgjedhje nuk mbyllën. Nuk do ketë arrestime s'ka. Atëre i kërkoj falje, i kërkoj ndjes qytetarëve shqiptarë, sepse mbështetur në besimin që kam pasur të Amerikanët, kam bërë ato deklarata. I marr mbrapsht të tëra, u kërkoj ndjes shqiptarëve, u kërkoj falje, me përullësi u kërkoj falje, sepse pas kam qenë i gabuar. Pra pritshmëritë kanë rënë për ato që... Zero. Pritshmëri zero. Nuk ka pritshmëri. Pra në shtator prap do fillojmë Rama Berisha protesta. As bëhet fjalë fare, por pse shkoni larg mund? Mo çe filmojnë që ta marrin Berishën të arrestuar. E mbron Amerika Berishën, e dini këtë apo se dini? U ka shërbyer amerikanëve, u ka shërbyer grekëve, u ka shërbyer tëra policirave të globit. Avokat, po tu kishe shërbyer nuk e shpallin non grata ata. Po ta mbronin. Amerikanët kanë shpallur non grata për të larë veten e tyre, po pse si shpallin pse nuk thon non grekët për Berishën asnjë fjalë. Pse nuk thon serbët asnjë fjalë. Absolutisht fare. U ka shërbyer. A ishte kot avokat që pyes për rinumërimin, se dolit zero, lodhën kot ata? Ajo që e di që ishte ajo, për të ullur revoltën dhe zemërimin e qytetarëve shqiptarë. Ha se do numërohen, ha se do dalë vërteta, as një gjë. Më shumë doli se kishte marrë PD-ja vota që nuk i takonin. Fiks. Dhe PD-ja, sa kohë që do ketë, PD-ja është një parti bolshevike, më bolshevike se bolshevikët e Stalini. Qa ka bërë PD-ja për të djathën që pretendon se ishte djathë, po që shkytur që po thonë. E kuptoni se s'po bëhet apo se s'kuptoni. Janë gangster dy palën, dhe të na thonë këta të BD-s, sa oligark kanë miliarder që nuk u zihet emri kur në gojë. Po meten Sali Berisha vetëm zgjedhje, jo more. Interesohet që të shpëtoj prapanicin e vetë dhe punë madhe për Shqipërinë, po nëse duan për burë të bukur, se të bukur jemi vetë. Ne kemi dashur, kemi më shtetur deri dje për të duke pasur besimin absolut që është kundërshtar i të keqes, jo që nga e keqja vetë se dinim. Avokat, po e mbyllim të javë dhe këtë bisedë me shpresën në nivele shumë të ulta. Unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj për intervistën. Nuk kemi gjëndri, jemi në ditë hallit. Do më keq Shqipëria s'ka që ndonjëherë. Asnjëherë s'ka që në kaq keq. Uroj që të bëhet më mirë duke filluar nga një lëvizje fort për Vjosën që të pastrohet, që mos vazhdojmë me degradimi atje, edhe pastaj. Asnjë gjë nuk do bëhet, po ta them unë. Asnjë gjë nuk do bëhet, nuk do lëvizim këta. Hiç fare, pse po ne kemi problemi tjetër, hedhjen e gjarprimit nga turistët. Neve na vijnë këtu gjarprim piton, që pitoni nuk njihet në Ballkan. Nga dolli pitoni këtu. U kap një në Burrel, një tjetër në Progonatët e Pelenës, ai tjetri pardje në Vlorë. I sjellën turistët me motocikleta në zotëri, edhe nuk i kontrollon njëri fare. Pra, po na hedhin gjitha të këqijat, sa nga ajri, sa nga toka. Ure kanë vendosur të na zhdukit, të na shërënjosin, e kuptoni, ky është objektivi. Kanë vendosur të na shërënjosin me vaksina, me helmime, me vrasje, po atë mortajnë e baktive, mortajnë e baktive që është hedhur, ajo nuk njihej në Shqipëri. Kishte 100 vjetë që nuk njihej. Tani e sollën. Kanë vendosur që të na vrasin dhe ne po flëm. Ndaj u them shqiptarëve një thirrje të plot të dalë nga shpirti. Ngrehuni të mbrojmë vendin tonë, o të vdekurit pambuluar. Me këtë mbyllua. Po e mbyllim me këtë, avokat, të falenderoj shumë dhe të uroj më të mira. Falenderit.